Live from Tirana. Live from Tirana. Mars 14 e njohur ndryshe për shqiptarë dhe kryesisht për Elbasan Lind, si dita e verës, një ditë kaq shumë e rëndësishme për shqiptarët dhe me Blerina Gicën po flisën pak më parë, po thoshte që 14 marsi për Elbasanasit është gati si dita më e rëndësishme e vitit, pra si viti i ri, si startupi i një viti të ri plot jetë, plot gjallëri. Dhe përpara se të shkëputeshim në reklama, e lam tek mëngjesi i 14 marsit. Pra hapen dyert, më the, largohet e keqa dhe thithet energjia e mirë. Më thuaj. Sigurisht. Dhe vazhdon pastaj dita duke pritur dhe përcjellur të miq, të afërm, po sigurisht edhe nga rrethet që dikur nuk e festonin, nuk e dinin domethënë, edhe i prisnin me kënaqësi. Ishte shumë kënaqësi për ne, vazhdon të jetë gjithashtu. Dhe vazhdon dita. E vërteta e kësaj gjëje, ose për të ndonjur sinkron kësaj gjës, dreka konsumohen në përullishta. Në përullishte? Në përparqe, tek parku Rinia. Okej. Në formë pikniku. Edhe kjo domethënë tregon duke ndonjur mes pemëve, mes gjeteve, mes jeshillëkut. Tregon jetë, tregon gjallëri. Tregon jetë, gjallëri, domethënë është fiks kjo gjëja që ne për cilën po flasim, për cilën po flasim. Domethënë dhe kjo transmetohet ose në zemrat edhe në shpirtrat edhe në qenësinë e gjithkujt vjen kjo energjia natyrshëm në mënyrë organike. Unë në realisht e ndjej për vete, ose ne që jemi shkëputur nga Elbasani, unë jam shkëputur thjesht në mënyrë gjeografike, por zemra ime ka mbetur atje, edhe unë i predikoj më tepër në mos, më tepër se sa ata që janë atje. E kam shumë dëshirë këtë gjën, edhe her pas here mendoj që duhet kjo gjëja, duhet të mbahet kjo tradita dhe të vazhdohet, se ka shekuj, tham, që në kohën, më thënë shekuj, që në kohën Pellazgo i Lire, dhe pse mos vi kaq e bukur. Pavarësisht se ka marrë gjeografinë thash si më përpara, është goxha bukur edhe kjo gjëja. Tani se ka disa gjëra që janë highlights i kësaj tradite në Elbasan, siç është një ballokumja dhe dy më pas verorja që ju ma vendosët mua, të falenderoj gjatë hapësirës. Falenderoj shumë edhe ty. Këtë edhe pikërisht edhe këtë ajo, domethënë si simbolik. Pse është kaq e rëndësishme të vendosim verore dhe kush janë procedurat e të vendosurit një verore, sa duhet ta mbajmë atë, ç'duhet të bëjmë më pas me përfundimin e mbajtjes së një verore. Po vazhdojmë domethënë më pas po e lëmë ëmbëlsirën për në fund. Atëherë po themi për simbolikën e kësaj gjë. Simbolika e kësaj feste thash është verorja. Verorja përgatitet nga nënat, nga gratë, nga zonjat, 2 ditë më përpara ose një natë më përpara, me fije të bardhë dhe të kuqe. Pse këto dy ngjyra? Po, natyrën dhe dashurinë. Dashurinë dhe pastërtinë. E bardha dhe dashurinë. I vendoset fëmijëve, po të gjithëve në faktikisht, po fëmijëve kryesisht, dhe hiqet vendoset në datë 14 mars, po, dhe hiqet ditën kur ti shikon dallondyshën e parë. Pra është vërtet kjo, kur në momentin që shet dallondyshën e parë, në momentin që jeton në Tiranë dhe ke pak të vështirë të shohësh dallondyshën, po, madje mund të rish edhe 2-3 muaj, duhet ta mbash gjithashtu. Derisa ta shikosh. Domethënë është e rëndësishme ta shikosh atë dallondyshe, se nuk është domethënë kaq e thjeshtë. Po pse është kaq e lidhur me dallondyshën? Vjen dallondyshja, ti e heq këtë dhe e vendos në një shillok, në një lule, në një gjë domethënë, dhe le çdo të keqe. Dhe pret që ky vit të sjellë mbarësi, shëndet edhe çdo që të bukur që pret dikush nga domethënë nga rigjallërimi. Po, nga rigjallërimi, sepse i tham dhe kjo është festë pagane dhe po megjithatë është kaq domethënë simbolika është kaq e besueshme dhe ne besojmë te kjo gjëja duke parë dallondyshe, duke parë lart, duke bërë një lutje në zemrën edhe në mendjen tënde. Kjo ishte simbolika e kësaj gjës. Ndërsa ëmbëlsira, ballokumja. Mbretresha e ëmbëlsirave është edhe një pyetje ndjes. Vlen e njëjta verore e përgatitur në shtëpi nga zonjat, nga gratë, me ato që mund të blejmë të gatshme sot në faqe Instagram? Besoj se po. Besoj se po, se ato një grua e ka përgatitur, nuk ka asnjë domethënë s'ka asgjë të keqe. Besoj se po. Mjafton të vendoset datë 14 në mëngjes. Edhe me shumë energji të mirë. Me energji, me dashuri. Pra duhet vendosur në 14 në mëngjes, më parë. Kalojmë tek ballokumja, kaq shumë e famshme, është bërë edhe në një formë biznesi sot, supermarketet fillojnë të shesin më shumë, lokale etj me radhë. Po, patjetër edhe kjo. Mbretresha e kësaj dite është ballokumja.
është e rëndësishme, e tham, domethënë që përgatitet një javë më parë, zonjat e familjes mblidhen tek një shtëpi, le të themi një javë më përpara. Domethënë mblidhen disa gra në një shtëpi. Okej, që mund të jenë të fisit të lagjës. Mikesha, shoqe, afër me fis, edhe gatuajmë për një familje. Të nesërmen për një familje tjetër e kështu me radhë. Pse do thuash? Sepse procesi i ballakumës nuk është kaq i thjeshtë. E para punës atëherë nuk ka pasur makineri kaq moderne sa ka tani, por zonjat Elbasana se flas në për shtëpia, në për familje, se sigurisht e tham që është bërë biznes edhe kjo ndryshon, por kjo gatuhet me dorë. Këtu e ka lezetin edhe këtu e ka dhe sekretin. Sa ballakume ke bërë ti këtë vit? Këtë vit kam bërë, domethënë faza e parë ishte vetëm 15. Okej. Mbro. Që i shpërndam dhe s'po mbetën fare, dhe pastaj që më kërkojnë gjatë javës, edhe i bëj me dashuri, po kam punë pak. Kam çik punë. Kam punë që të dalë. Ku qëndron vështirësia? Ajo mrekullia. Vështirësia qëndron tek e rrahura. E brumit. Po, e brumit, e vezëve, e gjalpit, do punuar, punohet me embakri, nuk punohet. Domethënë në legen ose në bëhet gjithandej sigurisht, ëh, por nxehtësinë arrin në embakri, në enë posaçme. Me luk druri. Ti besoj ke en bakri të vjetër në shtëpi të trashëguar? E kam një trashëguar, edhe mbaj kështu si relike që mos më prishet në fakt. Edhe her pas here e kallajsi, si thoni, domethënë her pas here e po. I bën vaj filtra. Le të themi po. Sepse amortizohet e vërtet. Realisht është edhe një pëlqyer tjetër që shumë pak e ditë. Është me gjitha asortimente, me gjitha përbërës, që është Revania. Revania. Është e shtrirë në tepsi, është pak a shumë kjo, por është pak më e butë. Më e butë, ka dhe shërbetin. Jo, nuk është. Pa shërbet, Revani pa shërbet. Pa shërbet është ajo. Domethënë e njohin rëndom me shërbet në për të tjera zona, nuk ka lidhje me këtë, janë këto përbërës, por shtrihet në tepsi. Por është kaq delikate dhe nazelie se as mund ta bëj askush. Ose domethënë dikush ta marrë përsipër se do ta bëj, nuk mund ta bëj. E kupton, është nazelie. Se ka një sekret të voçkë ajo gjëja aty. Përveç përbërësve ka një gjë tjetër. Do doje ta di? Nëse ju nuk e keni sekret si këto, okay, që është? Jo, është fi. Ajo hiri i drurit që përdoret edhe për ballakuan, besoj, jo? Përdoret edhe ajo. Ajo merret, filtrohet në një gotë me ujë 2-3 herë dhe kullohet me lëvozhgën e vezëve një herë, dy herë, interesante. Edhe kështu. Dhe pastaj vazhdohet edhe punohet, por thoshte gjyshja ime, edhe kjo është më vërtet. Energjia që ti kërkon, që ti pret, nuk duhet të jesh shumë e gëzuar atë ditë. Kur e gatuan, kur i bën këto. Duhet të ndash, domethënë, të këndohet në sfond. Okej. Po. Duhet të ëmbëlsi, duhet të shuri, fjalë të mira dhe ajo vjen kaq e bukur. Dëgjoj, kemi edhe shumë pak sekonda kohë, por DJ do të na lejojë 1 minutë me përjashtim. Për ta mbyllur bisedën, si do të vazhdoj festa jote sot, si është agjenda jote sot si një zonjë nga Elbasani, por që jeton në Tiranë me angazhime patjetër. Me angazhime, por që kësaj dite jap rëndësinë. Shumë mirë. Ti do dalësh nga kjo studio, si do të vazhdoj dita jote? Në këtë moment kam lënë një kafe me 2 mikeshat e mia. Dhe pastaj vazhdon drejt, është e rëndësishme të hahet, domethënë të konsumohet në shtëpi. Okej. Domethënë rreth e qark tavolinës, un kam edhe maman këtu, fëmijët e mi, edhe kam thirrur 2 mikeshat mia që kanë ardhur nga Anglia dhe kanë ardhur apo safat, kanë 3 ditë po, se kanë shumë dëshirë ta festojnë bashkë me ne. Edhe do ta mbyll me këto vargjet. Patjetër. Po. Yusuf Mizyri është le të themi arkitekti këngës Elbasanase, edhe e predikon të këtë gjë, përveç këtyre traditave Elbasanës janë edhe shumë ikpritës edhe shumë bujar, dhe ai thoshte, dola në pjacë të Bezistanit e pash rrugën e Manxheris. Zvyshket lulja Elbasanit, smehet sofra e bujaris. Dhe vazhdon me ballakumen, ballakumja është lezeti, po e flas në dialekt. Revania është sekreti. Dita baj veç Elbasani, shumë janë lof, askush se bën. Ballakum më të mirë në fakt të gjeni vetëm në Elbasan, zonë dhe zotërinj me ne sot në studio Blerina Gica, blogere, gjithashtu
nga Elbasani dhe ndaj ishte e rëndësishme ta bëni këtë bisedë sot me Blerinën për të biseduar me gjithë traditën. Blerina, të falenderoj shumë për energjinë e mirë që na solli në studio, për informacionin, për ballokume që më ke sjell dhe për verore në gjithë këto sekretet në thonjza të ditës së verës. Të uroj një ditë të mbarë dhe një verë sa më të mbarë në vazhdim. Faleminderit shumë për energjinë e mirë. Ne shkëputemi për pak reklama, pas pak rikthehemi në studio për rubrikën tuaj më të dashur të javës, Social Top 5. Se kush ka fituar më shumë djegës gjatë kësaj jave, kam përshtypjen e merrni me mend, asaj fillon emri me E, por kush ka humbur e zbulojmë pas pak.